mbrëma! E nisën shumë bukur çunat, po kaq, Romeo, mbaroj muzika, Romeo. Ha, more, ha. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në këtë natën cet verore. E po, ta kesh emrin Bora, edhe të thuash Plasa Vape, kjo natë nxehtë, imagjino sikur ti të quheshe Flaka Krelani. Ja, nuk shojmë. Çfarë mund të thoshim? Nuk shojmë, po gjej për çfarë do flasim sot. Ta gjejmë për çfarë do flasim Sot sot. është një temë shumë e nxehtë, prandaj rash edhe kështu në gjoja si Ana. Ire nga cakrani. Ire Cakran. Po na ndihmo pak të domethënë gjë. Një ndim kështu. Fillon me S, mbaron me I. Tiri. Seksi. Ti keni mbushur 18 këtu të gjithë? Po. Seksi, okay. Do flisim për seksi? Po se ju mbaruan temat ju që do flisim për seksi. Po çfarë lidhje ka kjo? Pse na mbaruan temat? Po sepse dihet që çdo emision kur i mbarojnë temat i fusin një temë seksi dhe kanë shikueshmëri të garantuar. Çfarë bëni kotash sikur si dim këto gjëra? Ua, po unë ku ta gjej more? Është ëndër për mua ti isha i ftuar në këto panelet, për shembull që flasin kanë këto temat seksi, e kupton? Kukura dhe seksi, analizë seksi, e kupton? Në këto panelet që janë këta njerëzit e rëndësishëm, ata personalitetet. Po sigurisht, mua më erdhi dita të flas në emisionin tim për këtë gjë, edhe ju s'po më lini. Po flas për seks, po sa në emisionin tim po flas për seks. Do flasim. Mamaja po më shikon nga ekrani. Po dëgjoj mua. Dona Shajn. Na paragjykojnë, dëgjoj Gjithmonë mua. me frikë. Do na thonë të përdal, dëgjoj mua. Është tabu seksi në Shqipëri, dëgjoj mua. Po lesë. Është tabu seksi në Shqipëri. Po çfarë thua shqiptarët për atë flasin nga mëngjesi në darkë valla. Ju mbiu në gojë, ju mbiu. Ç'ishte kjo, ju mbiu në gojë? Po ju në gojë. Ua, sa e shumtuar kjo. Edhe e çuditshme në fakt se shumica e fjalëve në shqip kanë kështu kuptime të dy fishta dhe ky kuptimi i dytë përgjithsisht është kish kuptim seksual. Po, është sa. Po, për shembull shpreha e bukur ta futi, ja futa, na e futi. Ai ja futi, ajo ja futi, ai ajo u kënaqën, si është domethënë? Zgjedhimi është. Si është zgjedhimi kësaj? Po pjeshk për shembull. Çfarë pjeshk? Pjeshka sa kuptime ka? 3 kuptime ka. 1. Pjeshk bloku. 2. Pjeshk nga rrethet dhe 3 super pjeshk. E kupton? 3 kuptime. 3. Po. Se kuptoj. Po fruti apo hiç fare fruti? Po fruti, po ç'i duan fruta, ne kemi femrat, unë flas për vete. Ç'i duan fruta? Kush po i hasin fat? Nuk ka, domethënë fjala pjesht nuk thuhet më për fruti, ka pas lezet në kohën e prindërve tanë valla. Që shkoje te dyqani fruta perimeve i thoje, "Monda, sa të mirë pas ke pjeshkën mi?" E kupton? Pa frikë fare. Pa frikë fare thoja. E ke me lesh po gjithë lënga ma. E kupton? E thoja. Dëgjoj. Ja thye pa frikë, kurse t'ja thuash sot Mondës, të vjen buri Mondës me banane në dorë, e kupton? E vërtet është, e vërtet. Kohë të tjera kanë qenë, po s'kishin fare atëherë, nuk ish kuptoheshin, se e që nuk ish konte mendja njeriu të ngacmonte me fjalë të tilla seksualisht, e kupton? Ne që s'bëj seks për qef atëherë, s'kishte. Unë nuk e di a ekzistonte fjala seks në atë kohë. Nuk ekzistonte. Si se çfarë thonin ata? Në vend të fjalës seks ishte fjala riprodhim. Domethënë. Okej. Po, domethënë sot në darkë do riprodhohem. Po si bie për shembull, unë të thoja, i kanë futur një të riprodhuar dje. Po pra, ose çifti bënte muhabet, me njëri tjetrin i thoshte, do bëjmë dush, pastaj do riprodhohemi apo do riprodhohemi, pastaj do bëjmë dush. Edhe po një ndonjë çun që e kuptoi që nuk e kishte fare seriozisht me ty, a thoya kështu drejt në sy pastaj. Ti që nga ata që të riprodhon dhe të lë pastaj, ë? Po pra. Ik shporru, ik. Dgjoj, thoni shqyr që ka ndryshuar kohra. Sot njerëzit bëjnë seks për qef, për hall, se është një që thotë kam hall. Për punë. Për punë, e kupton tjetër, pastaj e di çfarë më shqetëson, nuk më shqetëson fare, nuk më shqetësojnë mua këto gjëra. Mua më shqetësojnë femrat shqiptare. Sa kërkojnë nga ne meshkujt shqiptarë, kupton? Sikur ka dalë ky filmi 50 jetë e grejt, e shikojnë mashkullin shqiptar kështu. Domethënë, ti po krahason filmi 50 jetë e grejt me filmi fenomenal Flutra në gabinën time? Ë? Po ka i kur ko e ndryqim gjepës, se shko e Kristian Grejt, ore. Dhe ta dish që femrat shqiptare vdesin t'jesh pa Kristian. Ke kupton? Vdesin, a? Po vdesin marojnë. Po dhe anë ko e në një ranë, se i lë pa Kristian,
ankohen. Jep Kristianin, prap ankohen. Pa. Kristianizojnë një Po, po, s'ka lidhje, Nuk ka lidhje kjo që thua, nuk ishte kështu ai, nuk ishte. Po s'kishte lidhje. Meshkujt shqiptarë vërtet është, janë edhe të egër, edhe të butë, thjesht ngatrojnë vendet ku janë të egër dhe ku të butë, kupton? Ngatron edhe ti, Romeo. Edhe ti. Nuk s'ka lidhje me jegër, kështu do të thjesht jegër. S'ka lidhje, thjesht jegër ashtu. Unë dua t'ju them vetëm diçka, domethënë, që ndryshe duhet sillesh me gruan, ndryshe me dashnoren, se nuk ngatrojnë këto gjëra, shqiptarët nuk ngatrojnë. Po të drejtë. Po si do sillesh ndryshe, mo? Po ka të drejtë, sepse gruaja është vetëm për të riprodhuar dhe ti vësh Chelsea. Po normal. Vi Chelsea futet Chelsea në xhep. Dashnori është për seks. Aj. Po çfarë? Prandaj ndodhin tradhtit, prandaj ndodhin nga njerëz që kanë mend si puna jote. Nuk bën turpe me gruan. Ose njerëzit si puna ti. Ose si puna ime. Po është bërë çuditshme dhe tradhtia sot. Sot nuk është më tradhti nëse gruaja kap burrin me dashnoren. Është tradhti nëse dashnorja kap burrin me gruan e vet. Po normal më jetë. Turpiman. Po normal, po se vërtet është tani, e kupton apo jo, të kapi dashnorja me gruan, po është shumë turp. Unë për vetë nuk do e bëja dot. S'ka më sy, unë ai fytyr tani ti dalun dashnorjes para të vetë me gruan. Le më i rat. Besoj e kupton edhe vetë që je shumë trap. Kush më, unë trapë? Po. Jam. Gjithsesi, ku e lam muhabetin? Vazhdojmë. Te porno. Ti që ke trapi këtu, jo ky. Se më çka ke? Çaj ke këtu, çaj ke. Po se do flasim për seksin, se do flasim për porno. Po çaj ke, më pse duhet të Domethënë ti s'ke parë ndonjëherë porno? Je mirë më. Që ke këto pyetje? S'ke parë. Okej, mirë, ti Romeo, ke parë ndonjëherë porno? Unë? Jo, unë jam për dashuri. Po pra, mirë, okej, me qëse ju të dy s'keni parë. Ju keni parë ndonjëherë porno? Po. Po pra! Po pra! Po, thon. Keni parë? Po më keni parë apo jo? Po më Pësira ka që po me këtë aty. Jo. Jes kredi, ke parë apo jo? Dëgjo, pas kam parë. Po kam parë. Se më bëni që të ndihem keq kot. Po e dia. Po dëgjo, doni ta mbylli temun? Ja më ti mirë bërej që hapse. Po mos të nxjini negativ kot, Okej, duam, ne në fakt është një gjë që ndodh, mjafton ti kërkosh telefonin dikujt, dhe gjëja e parë që do bëj është të fshi njëherë historikun te Safari, pastaj të lëri telefonin në dorë. Po prap. S'ka pas ka bërë, pas ke bërë të gjën? Jo. Prap se kuptoj ç'të mirë ju sjell porno, more, ju që thoni po. Porno të nxit imagjinatën. Të bën ti shikosh njerëzit me një tjetër sy. E kupton? Ta zhvillojmë akoma më shumë këtë temë. Po tjetër që po, jam gati, e zhvillojmë gjithë natën. Romeo, çfarë mendimi ke për një temë tjetër? Dëgjoj, unë them që mos të flasim, sepse për porno se jemi në ekran. Nuk flitet në ekran për porno. Aq më tepër që kemi femra këtu, të flas për porno kur ke femra. Pastaj ky e tha 20 herë. Porno. Porno do të thuash edhe ti 20 herë. Por nuk thuhet fjala porno, mos e thuaj. Ti që po na ndikaj ekran. Po lireni fare ta mbyllim me kaq të temë se për seksin ke pafund për të folur nuk mbaron kurrë. Mund të flasim për virgjërinë e femrave akoma në Shqipëri, ka pafund për të folur. Po pra, sepse kohët kanë ndryshuar nga Çim Xhepa te Christian Grey. Ti ka ngelur filmin në 72. Ti mund ta thuash me shaka këtë, po në fakt është e vërtet, kohët kanë ndryshuar shumë. Deri dje, gjëja më e bukur që mund të të ndodhte të ishe dashuria e parë e dikujt. Ndërsa sot shpreson shumë të jesh e fundit. U kthyem dhe është momenti për të prezantuar të ftuarit që do t'jenë në puntatën e sot. Me cilët janë ata? Shkojmë të pare. Njëri më kadaif se sherbeti. Ja, kush është? O, zoti më. O, sa bukur kruhet ky, molla. Po shko sa i mirë është bërë, o, dritë e vogël. Sa vjen edhe... Dhe të bërë vetëm për ne? Si, për ne? Po, është bërë i bukur për emisionin tonë. Për mua se ka një opë push. Puçi. Por është edhe ftuara e dytë. Dale pak, dale të shikoni kush është. Ua. Kjo më duke sikur të re. Të re. Të re, Po, të re. Si që nga kështu kjo? Prezantoj një vetë këtë të dytën. Unë jem shumë e sigurt sot me të ftuarën e dytë. Unë prezantoj të parin, i cili është Visjan Ukcenaj.
Ndërsa e ftuar e dy, siç e pat, është Aulona Musta. Po, unë ndjem shumë e sigurt sot jam shumë e sigurt në duart e Aulonës. Okej, pas pak do t'jemi me dy të ftuarit tanë, sigurisht në për rubrikat e emisionit tonë, por përpara se të kalojmë tek të gjitha këto, do të ndalim pak tek skupi i javës. Romeo ka trajtuar një çështje shumë të rëndësishme. Si është ai skupi? E keni parasysh ju... S'ka në gjë më. E keni parasysh gjithë meshkujt që po na ndjekin tani, nga ata që janë mbi 18 deri ata që s'kan mbushur akoma 70-at. E kupton? Si është kur nuk përdor masa mbrojtëse me një femër, okay? Edhe ne gocat që mendonim që çunat nuk e vrasin mendjen fare për këtë pjesë. Jo vetëm se nuk e vrasin mendjen, por shife pak si reagojnë. Ndjekim skupin e javës dhe kthehemi në studio. To the beat, walking down the street and my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. Girl, look at that body. Shkon këtë? Girl, look at that body. Ky jam unë. Girl, look at that body. Lezëm stesh. Qa për kërkon? Çakmaku. Qa duhet çakmaku? A takojmë nesër më mirë? Jem të rëziti? Shaka. Pse?